Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të nisë rinumërimin e votave për Tiranën Fierin e Durrësit në fillim të javës së ardhshme, ndërkohë që mbetet ende shqyrtimi i ankimimit për rezultatin e qarkut të Elbasanit. Ergyst Gjençaj do të na bëjë një përmbledhje të procesit të ankimimeve që po mbajnë peng certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit. Ergyst, të përshëndes fillimisht me informacionet mbi nisjen e rinumërimit dhe kur pritet një vendim për Elbasanin. Nisë të përshëndetje, është e vërtet pritet të rinisë numërim, të nisë rinumërimi i votave në qarqet Tiranë, Fier e po ashtu edhe votat në 275 kuti votimit të qarkut Durrës. Procesi i rinumërimit do të zhvillohet, do të nisë fillim javën e ardhshme, si kundër e ka bërë të ditur edhe kryekomisioneri Lirian Celibashi në një deklaratë, që procesi do të zhvillohet tek salla e sporteve Faria Hoti këtu në kryeqytet. Do jetë një proces i gjatë numërimi, pasi do të numërohen votat për subjektet politike, më pas do t'i kthehemi përsëri votave, të njëjtave votave për të numëruar edhe votat preferenciale pra për kandidatët në listën e hapur të subjekteve politike garuese në 11 maj. Do jetë një proces shumë i gjatë nisit, ndërkohë që për sa i përket procesit të ankimimeve ka mbetur vetëm Elbasani për të shqyrtuar në komisionin e ankimimeve dhe sanksioneve, sigurisht përveç dhe procesit të rinumërimit, pasi procesi i rinumërimit për Tiranën, Fierin dhe Durrësin janë pjesë e procesit të kontestimeve të Partisë Demokratike në KAS. Por për sa i përket Elbasanit, është qarku i fundit për të shqyrtuar në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, i cili do të zhvillohet ditën e nesërme. Edhe për Elbasanit, Partia Demokratike ka kërkuar shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në këtë qark, e po ashtu përsëritjen e zgjedhjeve të 11 majit në qarkun e Elbasanit. Në varësi të shqyrtimit të diskutimeve që do të bëhen në mbledhjen e KAS-it për qarkun e Elbasanit, mundet të kemi edhe kërkesë për rinumërim të votave në këtë qark. Gjithsesi duhet pritur vendimarrja e KAS-it për qarkun e Elbasanit, nëse do të ketë një rinumërim, pra dhe nëse Elbasani do të shtohet Tiranës Fierit apo dhe 275 kutive të qarkut të Durrësit. Ndërkohë që ditën e djeshme kujtojmë se KAS-i ka rrëzuar kërkesat ankimore të Partisë Demokratike për shpalljet pavlefshme dhe përsëritje zgjedhjeve në qarkun Dibër dhe qarkun Shkodër. Ndërkohë që Partia Demokratike i është adresuar kolegjit zgjedhor për të ankimuar të gjitha vendimarrjet e KAS, të cilat kanë rrëzuar ankimimet e tyre për qarqet e tjera. Gjithsesi nisit duhet thënë që procesi i rinumërimit në këto tre qarqet, Tiranë, Fier dhe 275 kutit e votimit në qarkun e Durrësit, do të marrë kohë dhe sigurisht do të jetë një proces i gjatë, i lodhshëm, por gjithsesi për hir të transparencës se si kanë votuar shqiptarët më 11 maj është konsideruar dhe konsiderohet faktikisht një proces shumë i rëndësishëm edhe rinumërimi, pavarësisht se do të jetë një proces i mundimshëm kë. Faleminderit Ergyst për informacionet. Faleminderit ju.